Besoj në punën tuaj dhe në diskutimet që bëni në Brain Gain, e keni një përfundim apo një ëndër apo një synim. Cili është ai? Cili do ishte skenari më i mirë i mundshëm? Skenari më i mirë i mundshëm, datë parë mund ta flas në rang dokumentash apo punësh, por skenari i parë është sigurisht pa çka mund gjaj politik, kur e kputësh largimi i qeverisë aktuale. Dhe e themi edhe insistohet ky largim sepse nuk po ndiqet asnjë nga hapët të cilat ne inspirojmë që të bëjmë Brain Gain. Brain Gain kur është krijuar ka qenë si një Brain Gain në fillim për të mbledhur një pjesë të mirë të atyre diasporës që identifikohen si djathtë, por më pas me integrimin e kujdo në vendosjen e atyre piketave kryesore për zhvillimin e programeve administrative që do ndërmerren ndër një qeverisje të djathtë në Shqipëri në të ardhmen, dhe sigurisht më pas në rikthimin e tyre si individ, si fillim, si pjesë e një ekipi, për të kontribuar dhe për të zhvilluar këto programe, por më pas për ta zgjeruar në mënyrë që shumë, apo kjo është ëndra në fakt, që shumë nga këto të rinj që ne flasim dhe që janë shumë aktiv në rrjetet ndryshme të diasporës dhe që kanë pasion shumë të madh për ta zhvilluar vendin e tyre, të vinë dhe të bëhen pjesë integrale në zhvillimin e mëtejshëm të çdo lloji agjende suportuese ndaj zhvillimit të vendit. Kjo është ajo pjesa kryesore që ne kemi diskutuar edhe prej shumë vitesh e diskutojmë, apo për këtë është edhe krijuar departamenti, por ndër vite sigurisht është modifikuar sepse po ndodhin aq shumë fenomene që po e bëjnë shumë të vështirë krijimin e diçkaje organike edhe krijimin e diçkaje sistematike kur vjen puna te politikbërja. Kështu që kjo gjë tash do shihet për të parë se si do rrjedhi, por dëshira është shumë e madhe, por në Shqipëri po shohim disa fenomene që si shohim apo si hasim në asnjë nga ato vendet ku ne jetojmë. Pra, zgjedhjet nuk e kuptojmë nga dalin votat. Prodhimi brendshëm bruto që përmendëm më herët, edhe pse na hikën mbi 50% e forcës punëtore apo mbi 60% sa ishin statistikat reale, ne prap prodhimin e brendshëm bruto nuk e kemi aq të ulët, që normalisht duhet të jetë shumë i ulët, që kjo tregon që në Shqipëri hyn financa të dyshimta edhe krejt të pakontrolluara, që dhe një herë krijon një s'po them shoqëri, po një shoqëri financiare dhe e më gjerë falso, që mund të shkojë në një pikë ku mund të kolapsë se çdo gjë mund të ndalojë, dhe këtë bisedën që po bëjmë sot mund të shkojmë jo në Brain Gain administrativ apo tim të rinj, po as në funksionim të shtetit fare, siç u përmend. Kështu që çdo gjë është dinamike, por hapi kryesor është largimi i qeverisë Rama edhe ardha e një qeverie sa më mirë, sa më shumë dashëse ndaj vendit edhe ndaj asaj fjalës që prapë është relativizuar deri këtu interesit kombëtar edhe shtetit shqiptar. Ja kuptoj. Dhe tani përveç skenarit më të mirë, na duhet skenari më i keq, zonja Nuria. A keni një projekcion me gjithë këtë lloj largimi, me gjithë këtë plakje të Shqipërisë, me gjithë këtë dobësim, varfërim? Nuk e di nëse nuk e dëgjoj unë zonjën Nuria, po tani po. Ajo që kemi, dhe unë ja thash, kemi 10 ditë që flasim për këtë gjë. Ti bie që i bien këtyre këmbanave, por këto këmbana kanë dëgjuar. Dhe fatikisht nëse prapë nuk dëgjohen, dhe prapë nuk ndërmerren masa, duke filluar që nga problemet më të mëdha, shumë shpejt ne do ngelemi pa forcë kombëtare. Nuk e di, domethënë, unë nuk askuzo që ta them, domethënë përsëri, sepse është një gjë shumë negative për vendin, por me këtë përmasa që vazhdojmë shumë shpejt, domethënë do kemi probleme shumë të mëdha, sidomos ekonomike. Sidomos ekonomike e para si nga prodhimi, para si nga forca punëtore, ashtu siç e theksova edhe më parë, pavarësisht se edhe nga SPAR, edhe nga aspekti i pensionistëve, sepse është një problem shumë i madh. Që ato kemi neve mundësi për t'i paguar. E di që një pjesë e madhe e tyre janë vetëm, se fatikisht fëmijët janë larguar, kanë krijuar jetën e tyre. Pra është një problem shumë i madh ekonomik që po ndihet tashmë, por që nëse neve nuk bëjmë asnjë gjë për ta